Është zbuluar që në kohët e lashta, digjni 3 gjethe dafine në shtëpi dhe nuk do të vuani nga ky problem. Zakonisht ne përdorim bim dhe erëza të ndryshme për të shijuar ushqimin, pa menduar se këta përbërës kuzhine mund të përdoren edhe për qëllime të tjera. Një rast i tillë është për shembull përdorimi i gjetheve të dafinës. Jemi të sigurt se shumë prej jush nuk e dini se aroma e veçantë dhe dalluese e dafinës ka efekte tepër qetësuese për trupin e njeriut. Gjethet e dafinës kanë qenë prej shekujsh pjesë e mjekësisë natyrore. Vetitë e tyre të jashtëzakonshme mjekësore si vetitë e forta antiinflamatore dhe qetësuese janë të njohura dhe janë përdorur gjërësisht nga qytetrimet e lashta. Përveç kësaj, besohet se gjethet e dafinës mund të mbështesin dhe trajtimin e problemeve të ndryshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Edhe sot, shumë praktikues të mjekësisë natyrore pranojnë përfitimet mahnitse shëndetësore të gjetheve të dafinës, të cilat përfshin uljen e hipertensionit, mbrojtjen nga pagjumësia dhe stresi, si dhe kontrollin më të mirë të kolesterolit të trupit në gjak. Për të marrë përfitime shëndetësore të tyre, mund t'i shtoni ato në ushqime ose edhe në receta të shumta, ose mund t'i ndizni lehtë dhe me kujdes në një tas rezistent ndaj nxehtësisë dhe të lini që aromat të përhapet dal ngadalë në të gjithë shtëpinë tuaj. Kështu përfitimet e tyre do t'jenë vërtet mbreslëndse në dobi të organizmit, gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Djegja e gjetheve të dafinës në ambientet e shtëpisë është shumë e dobishme për të relaksuar muskujt tuaj dhe për të dhënë gjithashtu rezultate fantastike në çdo aspekt, për të qetësuar mendjen dhe gjithashtu për të përmirësuar edhe gjendjen tuaj shpirtërore, çka do të jetë një nxitje shumë e mirë ushqyese për shëndetin. Gjethet e dafinës gjithashtu janë një nga recetat më të fuqishme kundër furtarës së zezë. Një insekt i cili po pushtoi shtëpinë tuaj është e vështirë të largohet, sidomos ai mund të gjendet në ambientet ku ka lagështi në pjesën e kuzhinës ose edhe ku ka pjesë të kafeinës, ku mund të ushqehet për një kohë të gjatë dhe të shtohet në masa maramëndse. Nëse insektet e tilla kanë pushtuar ambientet e kuzhinës ose edhe të shtëpisë së suaj, atëherë përdorni gjethet e dafinës për t'i spastruar ato. Vështirë se mund të gjeni një zgjedhje më të mirë se gjethet e dafinës. Bëhet fjala për zgjedhje natyrale, sidomos në ambientet ku keni shtëpi të mbushur me fëmijë të vegjël ose me kafshë shtëpiake, për shkak se janë kryesisht të sigurta dhe nuk do të shkaktojnë edhe probleme tek ta pjesëtarë të familjes suaj. Ajo mund të jetë një zgjidhje përfundimtare kundër furtarës së zezë. Për këtë duhet të vendosni gjethet e dafinës të digjen afër tyre. I lini derisa të përfundojë djegja e plotë në një tas rezistent dhe kështu do ta keni më të lehtë të largoni gjithashtu edhe këto shqetësime. Gjethet e dafinës janë fantastike nëse digjen në ambientet e shtëpisë edhe në relaksin e trupit. Kështu, është një përdorim fantastik që në kushte shtëpie mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe në situata stresuese. Dafina është përdorur nga paraardhët si tanë për të dizajnuar dhe trajtuar një sër komplikacionesh. Ajo është përdorur gjithashtu edhe për pastrimin e rrobave. Romakët dhe qytetrimet e lashta e përdorin atë si një nga zgjedhjet më të mira edhe kundër problemeve të ftohjes, dhe që në atë kohë ekspertët e cilësojnë si një nga erëzat më të mira në kombinim të dietës suaj. Por në ditët e sotme, vlerat e dafinës shkojnë përtej kësaj, dhe sipas ekspertëve të Healthline, dafina është një nga bimët më të mira, që në kombinim të dietës suaj mund të cilësohet aleatja më e mirë e shëndetit, edhe gjithashtu në mbrojtjen e organizmit tuaj. Gjethet e dafinës vijnë nga familja Laurus nobilis, vendlindja e të cilës është mesdheu dhe vendi ynë. Gjithashtu kjo bimë hyjnore është e pasur me vitamina të grupit B, vitaminën A, gjithashtu edhe me vitaminën C. Vitamina këto është shumë të rëndësishme për të përthithur organizmit të gjitha vlerat e saj dhe për t'i dhënë në fund një herë mirë komplikacioneve të njëpasnjëshme. Gjethet e dafinës, nëse kombinohen dhe shtohen si duhet në dietën tuaj të përgjithshme, mund t'i japin rezultate fantastike në dobi të shëndetit. Andaj në këtë video, sipas ekspertëve të Healthline,
do të rëndisim disa nga përfitimet më të mira të kësaj bime. Dafina ka në përmbajtje të saj nivele të larta të bakrit, hekurit, kalciumit, potasit, manganit, zinkut, magnezit. Potasi ndihmon në mbajtje nën kontroll të rrahjeve të zemrës, gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve të saj. Hekuri është thelbësor për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe kombinimi i dietës me dafin mund të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë kundër një sër komplikacionesh. Dafina është një bimë fantastike për sistemin tuaj tretës. Gjethet e dafinës kanë një impakt vërtet të fortë në tretje si diuretike, pasi do të ulin gjithashtu edhe nivelin e toksinave në trup dhe reagojnë më mirë edhe ndaj helmeve të ndryshme të cilat e pushtojnë vazhdimisht trupin tuaj. Përmbajtjet organike të gjetheve të dafinës do të ndihmojnë me tretjen e stomakut dhe do të lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Ndaj, gjethet e dafinës mund të bën aleate të vërteta të tretjes suaj gjithashtu edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj në tërësi. Gjethet e dafinës janë një bimë fantastike edhe për ata persona të cilët kanë edhe probleme me frymëmarrjen. Vaji i gjetheve të dafinës përdoret për të lyer kraharorin, për të ndihmuar kështu në lehtësimin e problemeve të frymëmarrjes. Nëse nuk keni mundësi të përdorni vajin, mjafton të zjeni ujin me dafin dhe të shfrytëzoni avullin, duke qëndruar kështu sipër tij derisa e gjithë elementi i saj të jetë përthithur si duhet nga dieta juaj. Gjethet e dafinës janë fantastike për shëndetin tuaj dhe ndikimi i tyre në dobi të vlerave të trupit do ta bëjnë atë një prej aleatëve më të vlefshëm kundër problemeve respiratore. Dafina është e mirë për shëndetin tuaj të flokëve dhe jo vetëm. Mund të përmirësojë shëndetin e flokut, të heqë zbokthin dhe të përdoret gjithashtu në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Siguroni ta përdorni në vazhdimsi të dietave tuaja. Ndikimet e saj do të jenë të menjëhershme dhe unike. Për të përfituar prej tyre, duhet të lakni me ujin e dafinës flokun tuaj. Përbërësit e dafinës do të heqin zbokthin dhe gjithashtu do të lehtësojnë komplikacionet e tyre. Dafina ka efekte të forta anti-inflamatore, çka do t'i japin rezultate vërtet të mira unike kundër këtyre shqetësimeve. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se këto gjethe reduktojnë inflamacionin në organizëm. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtje të tyre element të njohur që reduktojnë irritimet në zona të caktuara të cilat mund të jenë të prekura edhe nga artriti. Ndaj, në ndihmë të shëndetit mund të përdorni gjethet e dafinës edhe për të lehtësuar shqetësimet. Dafina është një aleate shumë e mirë e shëndetit tuaj të zemrës dhe gjithashtu mund t'ja japë rezultate fantastike në këtë drejtim. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtje të tyre acid kafeik dhe rutin, dy prej elementëve që japin forcë së zemrës dhe rutina e cila gjithashtu mund t'ja japë rezultate mjaft të mira edhe në kapilarët e gjakut, të cilat do të reduktojnë edhe problemet tuaja të niveleve të kolesterolit. Ato janë të mira kundër problemeve të ankthit dhe gjithashtu kundër problemeve të stresit, çka do të ndikojnë në rezultate të tilla në mbrojtjen e shëndetit, në lehtësimin kundër këtyre komplikacioneve. Dafina ka efekte të mira lehtësuese dhe qetësuese. Trumza, borziloku dhe dafina kanë në përmbajtje të tyre element linaol, një element i cili do të ulë hormonet tuaja të stresit dhe gjithashtu do të relaksojë gjendjen tuaj kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj, gjethet e dafinës mund të cilësohen si një aleat i vërtet i organizmit edhe në lehtësimin e shqetësimeve të tilla. Siguroni që dafinën ta përfshini vazhdimisht edhe në gatesat tuaja. E lini për të paktën 20 deri në 30 minuta dhe më pas e largoni prej tyre. Kështu ajo do të ketë çliruar të gjithë elementet ushqyes dhe do t'japë gjithashtu rezultate të shumë pritura në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Siguroni që dafinën ta përdorni në dietën tuaj. Ndikimi i saj do të jetë i plotë dhe menjëhershëm dhe gjithashtu edhe në një sër komplikacionesh mund t'japë rezultate mjaft efektive. Nëse merrni medikamente të caktuara dhe doni të përdorni dafinën si zgjidhje përfundimtare, konsultohuni më parë me mjekun tuaj. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme. Masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.